Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar shikues dhe dëgjues, jeni në emisionin tonë në prag të iftarit. Emision ky i cili realizohet nga Muftinia e Shkupit dhe mund ta ndiqni në valët e Radiovatit dhe në kanalin zyrtar të Muftinia në rrjetet sociale. Ky program i përditshëm në atmosferën e bekuar të muajit të Ramazanit synon që të sjellë frymëzim për zemrat tona nëpërmjes rrëfimeve dhe mësimeve nga jeta e sahabëve dhe personaliteteve të devotshme nga historia islame. Sonte kemi kënaqësinë të kemi në studio Hoxhën e nderuar Reshat Efendi Hoxha, imam dhe hatib në xhamin Nur Orizare e Poshtme, me të cilin do të bisedojmë rreth sahabiut Abdurrahman ibn Aufit. Mirë se na erdhët në emision Hoxhë nderuar. Mirë se ju gjejmë, faleminderit për ftesën, Allahu ju shpërbleft, Allahun e lutim inshallah që nga kjo dritare Allahu ta nxjerrë të vërtetën dobinë e Islamit, që inshallah të kemi herë dhe dobi të gjithë ummetit dhe Islami dhe musliman. Amin. Hoxhë nderuar, na tregoni kush ishte sahabiu Abdurrahman ibn Auf radiallahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Se përket sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata të gjithë ishin të nderuar. Ata ishin nga njerëzit më të lavdruar dhe më të dashur të pejgamberit alaihi salatu wassalam, ishin gjenerata më e artë, dhe secili prej tyre gëzonte privilegjin e vet, statusin e vet dhe ndikimin e vet në jetën dhe kohën e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Në këtë rast ne veçojmë Abdurrahman ibn Auf, i cili ishte prej sahabive Kurejshit. Mirë po, e veçantë e tij ishte sepse këtë sahabi e lidhte edhe me fisin e nonës e pejgamberit alayhi salatu wassalam, nga fisi Zuhra, dhe për këtë edhe qysh në vëgjëlim sa ishte i vogël Abdurrahman ibn Aufi, pra gjyshja e tij Shifa ishte ajo e cila ishte kujdesur për lindjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke ndihmuar Eminës, nonës pejgamberit, për lindjen e të dashurit të Allahut. Dhe se ky sahabi u rrit më vonë, të thotë nën historien e pejgamberit alayhi salam gjatë lindjes së tij, nga kjo lokë, nga kjo nonë e tij, që ja tregonte biografinë e jetës pejgamberit alayhi salam, dhe ende sa ishte fëmijë, Abdurrahman ibn Aufi, i cili kishte lindur në Mekke, ishte edhe një veçantë nga kjo nonë Shifa, e cila ja rrëfente historien e Ibrahimit alayhi salam bashkë me Ismailin alayhi salatu wassalam për ndërtimin e Qabës. Dhe kjo, do të thotë, e kishte këtë gëzim të madh, e kishte këtë kurreshje të madhe, dhe pastaj ishte nga sahabët i cili më vonë, pasi që është rrit i madh, me ndikimin e Ebu Bekrit radiallahu anhu, e pranoi Islamin, pra 2 ditë pas Ebu Bekrit radiallahu anhu. Abdurrahman ibn Aufi i gëzonte disa statuse, disa privilegje të mëdha që ishin një nder i madh për ta, e në veçanti privilegje dhe nderet e tij ishin sepse ai ishte një prej 10 të përgëzuarve me xhennet. Ishte nga 8 sahabët e parë të gjeneratës së parë i cili e kishte pranuar Islamin. E kishte pranuar Islamin para se të shkoj pejgamberi alayhi salatu wassalam në shtëpinë e Arqamit. Arqam
ibn Menaf el-Mahzuni, ku edhe në historinë islame është quajtur shtëpia e Islamit. Për shkak të gjeneratës së parë me gishta kanë qenë një grup i sahabeve që kanë qëndru fshehura në këtë shtëpi para se të dalë në mejdan apo në shesh për thirrja e Islamit. E brenda këtyre grupeve i teti prej tyre që kishte pranuar Islamin ishte edhe Abdurrahman ibn Aufi, radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Aufi ishte nga ata i cili përgëzonte edhe nder të veçantë, një nder me cilin ju kishte mundsuar pastaj më vonë që të jetë edhe imam i pejgamberit alayhi salatu wassalam në namaz, që inshallah do ta shpjegojmë rastin kur ka ndodhur kjo. Pastaj Abdurrahman ibn Aufi ishte edhe nga ta sahabi i cili e kishte përjetuar hijretin e parë në Abisini, pra grupe e parë e muslimanëve me të cilët këta nga torturat e mëdha pasi që kishin pranuar Islamin, si çdo sahabi tjetër, edhe ky sahabi ishte nga ata i cili u mundua me të vërtetë shumë prej mushrikëve Kurejsh, prej atyre të cilët më herët kishte një bashkëpunim të mirë, një shoqëri të mirë, një dashamirësi të mirë, edhe baba i tij, po edhe Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Aufi para se të quhej me këtë emër, e kishte emrin Abdu Amr, pra para Islamit, para se të pranoj Islamin. Pra robi i Amrit. Mirë po, me pranimin e Islamit, pejgamberi alayhi salatu wassalam e nderon dhe e përgëzon, ja përzgjedh këtë emër Abdurrahman, që të thotë pra robi i mëshiruesit. Me ata të cilët kishte bashkëpunim të mëhershëm, sepse baba i tij ishte një tregtar i mirë, ishte një familje tregtare. Edhe Abdurrahmani, pasi që u rrit, domethënë dikun i kishte mbi 22 vjet, vot fjala kur e kishte pranuar Islamin, edhe pastaj 28 vjeçar më vonë, ishte nga ata të cilët i prishën raportet me Abdurrahmani për shkak të fesë. Edhe ata u betuan se ne më nuk do të thirrmi emrin tanë Abdurrahman. Mirë po, edhe Abdurrahmani radhiyallahu anhu ishte nga të sahabi i cili kishte vendos, tha edhe unë nuk do t'ju përgjigjem ju kur të më thirrni me këtë emër. Derisa kaloi një kohë gjatë, pra u shkputën komunikimet në mes vete, mirë po ishte ajo lidhja e tyre e nderimit familjar të tyre dhe afërsisë së tyre kurejshite, atëherë filluan dhe e pranuan dhe e thirrnin edhe me emrin Abdurrahman. Hoxhë nderuar, na tregoni si ishte jeta e tij pas hijretit. Abdurrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu nga ajo që përmendëm, kur pejgamberi alayhi salatu wassalam vendosi me emrin dhe urdhrin e Allah që të shkojnë në Medinë për të bërë hijret bashkë me shumë sahabit e tjerë, ishte edhe Abdurrahman ibn Aufi nga ata i cili kishte marrë pjesë në këtë hijret në Medinë. Abdurrahman ibn Aufi, siç thamë më herët, ishte nga njerëzit e pasur, ishte sepse ishte një tregtar. Ajo që e veçonte Abdurrahmanin, pra ishte pasuria e tij. Edhe ishte ajo prirja e tij, aftësia e tij, shkatësia e tij si një tregtar, apo në tregtinë e pasurinë e tij. Dhe kur shkoi në Medinë, pejgamberi alayhi salatu wasallam prej punës parë, për shumë punë që ka bë, që ishte edhe xhamia në Aqaba, pastaj xhamia Quba që ishte e para, pastaj kur shkuan në Medinë, pejgamberi alayhi salatu wasallam i vllazëroi sahabët. Pra i vllazëroi ata që ishin muhaxhir me kas me ata që ishin ansar të Medinës. E në këtë rast, pejgamberi alayhi salatu wasallam Abdurrahman ibn Aufin pra e vllazëroi me një sahabi i cili kishte emrin Saad ibn Rabah. Saad ibn Rabah ishte prej sahabive të nderuar dhe prej sahabive më të pasur në Medinë në atë kohë. Edhe imagjinoje
Tani më Abdurrahmani nga një njeri tregtar, një njeri i pasur, do të thotë kishte shkuar në Medinë vetëm me rrobat e tij të shtratit, do të thotë të veshjes, dhe nuk kishte asgjë tjetër. Edhe pasi që i vëllazëroi pejgamberi alayhi salatu wassalam, sahabët e kishin një veçori të mirë sepse ishin njerëz modest, nuk ishin njerëz të cilët lakmonin dunjan. Edhe i propozoi e thiri Abdurrahmani duke thonë: "O vëllau im, unë thaj kam një dy bache të mëdhaja, kopshte, edhe janë të mira, janë të mëdhaja, edhe kisha pas dëshirë që ti vetë ta zgjedhësh njërin prej tyre, do me ta dhon për hir të Allahut azza wa jall. Pra me nda për gjys pasurinë, në mënyrë që të na që thonë mu rimëkon pak me marë gjallërinë e jetesës për shkak edhe gjendjes që erdhen nga Mekka të torturuar, sikur që edhe ne kena përjetu luftrat dhe e dim njëri ku largohet nga vendi vet, pra zbrazët. Mirë po, edhe pala tjetër në këtë rast që ju kishte dhënë një propozim Abdurrahman ibn Aufit, nuk hezitoi dhe nuk nxitoi që minjarë ta pranoi këtë mirësi ose këtë dhuratë që ja dha vllau vet. Pra në këtë rast Sadi për tha: "O vllau im, Allah të begatoftat nimetat mirësi që ti e ke, mirë po a ka mundësi të ma tregosh tregun më të afër ku është?" Edhe pastaj Sadi radiallahu anhu ja tregon tregun dhe ky shkon në treg dhe fillon çka të punoj. Filloi të punoj, se tham në fillim ai kishte një prirje kanë tregtijen. Kishte shkatësi të madhe dhe dinte si të rris pasurinë e vet në këtë rast dhe arriti mashallah alhamdulillah një pasuri të mirë për një periudhë shumë të shkurtë dhe arriti edhe të martohet. Edhe shkoi te pejgamberi alayhi salatu wassalam pe lajmëron. E sheh pejgamberi Allah se ishte i gëzuar, kishte një farë disponimi dhe tha: "Çfarë kemi të reja Abdurrahman?" Tha: "Ja Rasulullah, tha unë jam martu." Mashallah. Po ai dha diçka dhurat meher bashkëshortës tonë dhe tha: "Po ja Rasulullah, ja kom dhon 5 dinar të arit si meher, si dhurat." Edhe pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e shfrytëzoi rastin nga ky moment që do të thotë ti bëj dua që Allah t'ja bekoje dhe t'ja begatoje pasurinë e tij. Mirë po, ky sahabi nga jeta e parë e tij në Medinë nuk ishte vetëm nga ata i cili ishte i dalluar edhe vetëm me pasuri dhe me tregti. Por ky sahabi ishte edhe i pari ndër ta nga shumë sahabi të tjerë që morën pjesë në luftën e Bedrit. Pra ishte ky ndër sahabët e parë të nderuar të luftës së Bedrit. Pastaj me heroizmin e tij, me patriotizmin e tij luftarak, i guximshëm, pa frikë, me sinqeritet, me iman, me bindje të fortë në Allah dhe pejgamberin alayhis salam, i vazhdoi betejat bashkë me pejgamberin dhe shokët e tij, ishte pjesëmarrës edhe në luftën e Uhudit, në kohën kur ndoshta sahabëve në ato apo muslimanëve në atë kohë kishte fillu pak ndoshta lufta e Uhudit mja u luhat pak komt, për shkak se e dim edhe dështimin e parë që domethënë ju kanos muslimanëve në betejën e parë të Uhudit. Edhe në luftën e Uhudit Abdurrahman ibn Auf ishte nga ata i cili u plagos shumrant. Thuhet se kishte më shumë se 20 plag në trupin e tij. Edhe plag, për i plagëve që ka pas në trupin e tij, atë që kanë qenë të hapura, saqë thonë dietarët lirisht që mund të mështi edhe dorën në trupin e tij. Mirë po edhe pse kaq rand i plagosur, Abdurrahman ibn Aufi ishte nga ata i cili nuk u ndal që të kontriboj dhe që të marrë pjesë në luftrat bashkë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Hoxhi nderuar, na thoni disa mesazhe nga jeta e sahabiut Abdurrahman ibn Aufi. Abdurrahman ibn Aufi ishte nga sahabët i cili kishte dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në dinin e Allahut azza wa jall. Ai dha mesazhin e tij në praktik, me pasurinë e tij, por edhe atëherë kur u kthye në Medinë, pra në fakt ishte në Medinë, por atëherë kur ishte momenti që ishte edhe një nga 6 sahabët kandidat ose pjesëtar që të konsultohen për çështjen e halifës pas vrasjes se Omerit radhiyallahu anhu, pra i kërkuan që ky ta merr postën e halifit apo ekzekutivit. Mirë po Abdurrahman ibn Aufi
nuk ishte interesuar për një post të tillë. Dhe ishte ndërta i cili në publik pra e votoi apo e kandidoi dhe përkrahi Othmanin radiallahu anhu, pra një sahabi i cili ishte i nderuar me dy drita, sepse ishte i martuar me dy vajzat e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nga ajo që tham, nga mesazhet e tij me pasurinë e tij që kalon gjurmë në historinë e tina, është kontributi në betejat e jashtëzakonshme që kanë ndodhur dhe ky sahabi ka dhënë mesazhin e vet në kontribut ndaj dinit të Allahut pa hezitim. Pra, një prej rasteve që do t'i përmend inshallah pika të shkurtra në praktik, sepse veçoria e tij thamë që ka qenë domethënë pasuria e tina, tregtia e tina, mirë po paja na shkaluar dhe kontributet e tij në luftra dhe në çështjet e ekzekutivit, në qeveri apo në pushtet, por në një prej betejave të cilin e përgatit të pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe ishte pak një moment që muslimanët ishin pak të dobët. Dhe lufta beteja ishte e domosdoshme. Dhe kërkoi nga sahabët që ta zgjerojnë zemrën e tyre dhe të japin pasuri. Edhe Abdurrahman ibn Auf çka bën, shkon te shtëpia vet edhe i merr 4000 dinar. Edhe shkon, thot ja Rasulullah, thot unë me vete thot kam 4000, në fakt dirhem, thot 2000 dirhem thot do t'i jap për familjen time, do t'i lë, edhe 2000 dirhem do t'i jap për hir të Allahut azza wa jall. Pastaj në rastin tjetër që ka dhënë në mënyrë të veçantë një kontribut ishte edhe lufta e Tebukut. Lufta e Tebukut ishte një moment, një kohë kur edhe këtu ne tregoi rezultatin e vet kush, ky sahabi i nderuar Abdurrahman ibn Auf. Çka ndodhi? Lufta e Tebukut, ne dim se Tebuku prej Medinës është diku 1000 kilometra, është një vend i largët, ishte në një kohë krize kur u bë thirrja për me shku me luftu muslimanët. Mirë po, me kanë me përball pra me një perandori në atë kohë siç ishin në romakët, numerikisht shumë të mëdhaj, dhe sahabët ishin shumë numër të vogël, mirë po pa përgatitje, terreni i lartë, edhe mungon të ushqimi, mungon të mjetet e udhëtimit kuajt e devet në atë kohë, dhe kishte shumë prej sahabive të cilët shkonin duke qajt te pejgamberi mi kërku që t'i merr edhe ata në luftë, sepse donin ta jepnin jetën e tyre si mujahida në luftë në rrugën e Allahut azza wa jall. Mirë po pejgamberi refuzoi për shkak pamundësisë se u kujdeste për ta, për shkak ushqimeve, mungesë dhe mjeteve të udhëtimit, dhe në këtë rast Abdurrahman ibn Auf ishte ai i cili dha sadaka, ndihmë në këtë luftë shumë të veçantë, 200 ok ari. 200 ok ari në atë kohë që është një njësi matë se oki, pra dikon i bjen me sot 256 kg ari. Pasuri i ka dhonë, pra 1 kg e 28 gram kushton një ok. Ata matë vjetrit e din që e masin halat diçka, mirë po sot kohë në modern nuk matët me këtë njësi, mirë po në atë kohë është matë kjo edhe ka dhonë këtë kontribut të veçantë. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e bekoi pasurinë e tij që ti Allah t'i ashtoi pasurinë, dhe ishte nga ata i cili edhe është quajtur lufta e të përloturve dhe lufta e ushtarëve të vështërsisë, pra lufta e Tebukut. Edhe më në fund që është përmendur edhe ajo që ka nda pas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wassalam, tham se ishte nga ata i cili kishte marrë në emanet në përgjithësi kujdesi ndaj nënave të besimtarëve. Edhe shiti një tokë dikun 40.000 dinar, edhe ato tokë ndajti pra për muhaxhirët, ndajti për të varfër, për nevojart, edhe një pjesë e ka nda edhe për nënat e besimtarëve, dhe kur ja quan Aishës radhiyallahu anha, tha pika vjen kjo e mirë gjithë kjo pasuri, tha kjo është dhurat nga Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, edhe ajo u lut për ta, edhe çka tha? Tha kam dëgju pejgamberin alayhi salatu wassalam se Abdurrahman ibn Auf do të jetë në xhennet, do të hyjë në xhennet gjunjëzi. Edhe pastaj kur i shkojnë në vesh ky lajm Abdurrahman ibn Auf tha, oj non, a vërtet e ke dëgju pejgamberi se unë do të jem për banorëve të xhennetit në këtë formë? Tha po. Tha vallahi sikur të më jep të mundësia që unë të zgjedhja me një xhennet, kisha zgjedhur me hin kom, por pasi që është kështu, atëherë tha unë do të jem nga ata i cili këtë pasuri, për shkak se ishte një kohë varfrije në Medinë dhe kishte pru 700 deve me mall me ushqim, pra nga tregtia e tina, dhe krejt këto deve me këtë ushqim tha çka janë do t'i jap sadaka inshallah tha për banorët, për muslimanët dhe për ta ndihmuar islamin inshallah taala. Edhe krejt në fund
do ta tregoj edhe një modesti të tina që ka pas një frikë të fundit edhe inshallah pe përmbyllmi. Pra ishte në momentet e fundit duke agjeru. Në momentet e fundit para vdekjes. Tha ja kanë sjell një ushqim të bukur, një ushqim të mirë, siç ishte Abdurrahman ibn Aufi, edhe tha filloi me qajt. Njerëzit po habiten dhe po shikojnë. Pse qan tash ky njeri këtë moment të iftarit në para ushqimit të bukur, të mrekullueshëm, të freskët. Tha vallahi një ditë prej ditëve tha ishmi duke luftuar me Musab ibn Umair, një prej sahabive tha i cili ishte shumë më mirë se unë. Tha edhe kur u vra në luftë, tha nuk kishmi qefin të mjaftueshëm tha me mbulu. Saqë kur ja mbulonim tha kokën ju zbuloshin komt. Kur ja mbuloshmi komt tha ju zbuloj ke koka. Edhe filloi të qaj se unë tha po kam frikë se ndoshta tha Allahu Azza wa Jalla që ne ka dhënë krejt të mira, ndoshta po na i kthen shpërblimin e këtë dunjë e nuk do të na mbetë ndoshta asgjë në botën tjetër. Këta ishin sahabët e pejgamberit alayhis salam. Edhe këta ishin ata të cilët e dhanë mesazhin e vet. Abdurrahman ibn Aufin na nuk duhet ta kuptojmë mesazhin e tij dhe jetën e tij vetëm në aspektin e pasurisë dhe shpërndarjes pasurisë, i cili edhe ka lot trashëgimi pasuri të madhe familjes së vet, por është edhe një njeri i cili ka dhënë kontribut në luftë, ka dhënë kontribut në paqe, ka dhënë kontribut në pasurinë e tij, ka dhënë kontribut në institucionet qeverisëse, i cili ka qenë edhe këshilltari e Abubekrit, e Omerit, e deri në përzgjedhjen e Uthmanit radhiyallahu anhu. Pra kanë çka të përfitojnë mesazhe dhe mesime tregtarët, politikanët, njerëzit, pasanikët. Pra kjo është mesazhi i tij, komplet vepra e tij në jetën tonë. Allah na takof me këta grupe të mira ya rabbil alamin. Allah ju shpërbleft hoxhi nderuar për këtë bashkëbisedim të këndshëm dhe elaborim të qartë mbi temën tuaj. Amin. Kështu përmbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit, ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Reshat Efendi Hoxha. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtshi, Allahu ja pranoft agjerimin dhe të gjitha lutjet. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.